e kërkon fjalën. I nderuar nënkryetar Gola, të nderuar deputet të Kuvendit, të nderuar ministrat e qeverisë, të dashur qytetarë të Republikës, mirë se e gjejmë njëri tjetrin në seanca plenare të Kuvendit të Republikës sërish, në rikthimin e shtëpisë së demokracisë, pothuajse një muaj pas dekretit të presidentes për shpërndarjen e tij. Dekreti i lëshuar ishte në shpërputhje me Kushtetutën e Republikës Kosovës dhe ka krijuar një situatë e cila kërkon qartësi, jo konfuzion, e cila kërkon përgjegjësi, jo shmangje. Gjykata kushtetuese ka folur për natyrën e Republikës sonë demokratike e parlamentare dhe për kufit që kushtetuta i vendos çdo institucioni. Në këtë rend, shpërndarja e Kuvendit nuk është instrument për të tejkaluar vështirësi politike dhe mbi të gjitha është vërtetuar e dëshmuar edhe nga gjykata kushtetuese tani që presidenti nuk mund të shpërndajë vullnetin e popullit as nën presion të afateve e të paqartësive kushtetuese. Vullneti i popullit nuk anulohet me dekrete dhe rrjedhimisht as nuk shpërndahet. Tani pas qartësimit dhe vërtetimit të kësaj të vërtetë të pamohueshme, sot nuk kemi një boshllëk institucional përpara nesh, por kemi një detyrë të qartë. Kuvendi është funksional dhe i kthehet punës tij. Mandati i deputetëve është i gjallë dhe përgjegjësia ndaj proceseve politikave publike është edhe më e madhe. Afatet kushtetuese janë në rrjedhë, shteti nuk ka ndalur së vepruari dhe nuk ka asnjë arsye që ne ta ndalim atë. Përkundrazi, çdo përpjekje për ta ndërprerë këtë funksionim do të ishte jo vetëm politikisht e gabuar, por edhe një precedent që cënon vetë idenë e ndarjes dhe balancës së pushteteve. Demokracia nuk mbahet në këmbë e nuk avancon përpara, duke bllokuar punën dhe funksionin e njëra tjetrës, por duke respektuar çdo pushtet tjetër brenda kufive të përcaktuar nga vetë kushtetuta. Kjo nuk është asnjë çështje abstrakte apo debat teorik. Vazhdimi i punës së institucioneve tona është më konkret se kurrë, por njëkohësisht edhe më i nevojshëm se asnjëherë më parë. Pra rruga para nesh nuk duhet të jenë pengesat, inatet apo refuzimet për të ecur përpara, por çka pritet prej nesh është miratimi i marrëveshjeve ndërkombëtare, agjenda legjislative që përmirësojnë përditshmërinë e qytetarëve pa dallim, politika publike në dobi të brezave që vijnë e që kërkojnë konsistencë dhe siguri juridike. Dhe të gjitha këto nuk mund të mbahen peng të një krize të prodhuar politikisht. Vullneti i popullit është shprehur me 28 dhjetor në zgjedhje të lira e demokratike, tash ne duhet të flasim për vullnetin ton për të shtyer përpara punët e mira për qytetarët. Andaj duhet të kthehemi aty ku kemi mbetur dhe të vazhdojmë punën tonë me seriozitet. Qytetarët presin që ne të procedojmë sa më shpejt me byron për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, sepse lufta kundër korrupsionit nuk është një kapitull që hapet dhe mbyllet sipas nevojës politike, por është një vije pa ndërprerë që ndon drejtësinë nga padrejtësia. Diçka që qytetarët pa dallim partie e kërkojnë dhe e mirëpresin. Nëse qytetarët e mirëpresin, nuk ka arsye që partitë mos ta mbështesin. Ne nuk kemi ardhur këtu për të menaxhuar një realitet deformuar, por jemi përgjegjës për ta ndryshuar pozitivisht atë. Dhe ndryshimi fillon aty ku shteti e bën të qartë se çdo cent i keq përdorur nga zyrtarët publik duhet t'i kthehet atij që i takon, pra qytetarit. Nëse qytetari i zakonshëm duhet të jap llogari për çdo cent që fiton, atëherë edhe ai që është pasuruar në mënyrë të pajustifikueshme duhet të jap përgjigje për çdo euro që ka abuzuar. Këtë nuk e bëjmë si një akt hakmarrje, por si një akt barazie, sepse një shtet që nuk i dënon të fortit e padrejt, në fakt i braktis të dobtit çdo ditë. Nëse i kërkojmë tatimin secilit që punon me djerës në ballë,
e me mund fizik a intelektual dhe vjen i raskapitur çdo mbrëmje, atëherë cila është arsye që të mos kërkojmë nga ata që pa asnjë përpjekje i qel mëngjesit pasuruar. Derisa presim mbështetje për ligjin për byron,